Para ditën e sotme, inspektorët komunal dolën sërish në teren në kuadër të një aksioni të vazhdueshëm për lirimin e hapësirave publike në qytet. Gjatë këtij aksioni, në disa zona të ndryshme u identifikuan dhe u larguan kiosqe të vendosura në mënyrë të jashtëligjshme nga pronarët, të cilat kishin zënë hapësira të destinuara për përdorim të lirë nga qytetarët. Ky aksion vjen si pjesë e angazhimit të institucioneve për të rikthyer rendin dhe për të garantuar shfrytëzimin e drejtë të hapësirave publike. Inspektorët paralajmëruan se kontrollet do të jenë të vazhdueshme dhe se nuk do të tolerohen me ndërtime apo vendosje pa leje në prona publike. Në këtë aksion ishte i pranishëm edhe drejtori i inspektoriatit Ervin Shabani, i cili nga afër ndoqi zhvillimet në teren. Ai deklaroi se ky është vetëm fillimi i një serie veprimesh konkrete dhe se aksionet do të vazhdojnë çdo ditë deri në lirimin e plotë të hapësirave të uzurpuara.